Çmimi nuk duhet rritur asesi për shkak të rrethonave që ka ekonomia e vendit, por shqetësuese përsëri mbetet çështja e vendimmarrjes së ZRE-s, e cila në parim ka hapur procesin e pranimit të kërkesave të kompanive shërbyese energjetike, ka dalur me qëndrim që ato janë rreth 100 milion euro, ka pasur afatet ligjore kur do duhej të hapej debati për këtë temë dhe i ka shtyn edhe afatin e pranimit të kërkesave jashtëligjshëm dhe tani e shtyn edhe çështjen e vendimmarrjes. E që kjo nënkupton që ata janë pjesë e lojës politike për shkak të situatës politike kur ne jemi në prag të procesit të zgjedhjes presidentit apo të zgjedhjeve të përgjithshme të jashtëzakonshme. Pra, krejtësisht veprimet e fundit të zyrës rregullatorit janë në shërbim të politikës ditore dhe të harmonizimit të çdo hapi që kanë ndërmarrë dhe po ndërmarrin. Tani më nuk kanë guxim as me thonë që nuk duhet të ngritet çmimi, por nuk kanë guxim as me marrë vendim për ngritjen e çmimit.